Mediat ndërkombëtare kanë shkruar në lidhje me procesin e numërimit në vendin tonë. Në artikujt e tyre thuhet se Partia Socialiste prin në zgjedhjet parlamentare, është titulli i artikullit në të cilin Agjencia e Lajmeve Reuters pasqyron rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare të së dielës në Shqipëri. Në artikull thuhet se kryeministri Rama është drejt fitores të mandatit të katërt i paprecedent që pasërnjës së komunizmit. Gjatë 12 viteve në pushtet, Rama ka rritur ndikimin e tij fal një periudhë rritjeje të shëndetshme ekonomike dhe imazhit mjaft popullor jashtë vendit, thuhet ndër të tjera në artikullin e Reuters. Agjencia tjetër ndërkombëtare e lajmeve, Associated Press, shkruan se vota popullore tregojnë mbështetje për përpjekjet e Partisë Socialiste që vendi të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Varianti italian i medias tjetër ndërkombëtare Sky shkruan se ky është rezultati më i mirë i parë ndonjëherë i arritur nga Qendra e Majt pas 3 mandatesh qeverisjes Radhazi. Në një reportazh më vete, Reuters sjell mendimin e qytetarëve të Tiranës pas qartësimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Të afrohemi sa më shumë me Evropën, të kapim standarde që do Evropa. Zgjedhjet shkuan normal, fitoi ajo që pritej, dihej, pritej nga ne. Qeveria ka punuar mirë, ka pas të meta, por kemi ecur shumë përpara. Shpresoj që të dy palët të pranojnë rezultatin si do të jetë, thuhej ndër të tjera në artikullin e sjell nga Reuters.